Skënderbeu, princi e Periotëve, dërgon shumë të fala Vladislavit, mbretit të Hungarisë dhe të Polonisë. Me gëzim e mallëngjim e mora letrën tënde, o mbret i pathyeshëm, të cilin pasi e lexuam sipas urdhit që dhash, në një mbledhje shumë të gjerë të kapetanëve të mi. Asnjëri nuk doli që të thoshte dhe që të mendonte se nuk duhej pranuar me dëshirë rasti një lufte kaq të drejtë që na paraqitet prej teje. Kështu që të gjithë së bashku, dhe secili veçanërisht, thonin se s'mund të kishin sot nga Perëndit e pavdekshme një kënaqësi më të mirëpritur se sa ti shërbenin me gjithë zemër një mbreti të pashoq, ta detyronin fort dhe t'i sillnin njëkohësisht krishterimin ndihmën aq e fortë të dëshiruar. Unë gëzova shumë nga ky vullnet i të mive, si për ty në rast të parë, si për çështjen e përbashkët, kur ushtarët tanë të çdo rangu i pash kaq të flak për fenë e Krishtit dhe kaq fort të prekur në zemër për ty, pa ndonjë nxitje nga ana ime. E kush tjetër veç se i urryeri nga Perëndia dhe nga njerëzit mund ta mohonte një luftë kaq të drejtë? Kush mund të mos mendonte poshtërimin e fesë, rrezikun e përbashkët? Kush nuk do të rëmbente me kënaqësi armët për hir të atij mbreti, të cilit dhe vetëm atij ne mundemi dhe duhet t'i detyrojmë faktin që mbretërojmë si të krishterë, që jemi gjallë që marrim frymë që flasim. Kush nuk do të hidhej në rrezik të hapët për hir të popujve të Hungarisë, të cilët me gjak e mjerim të madh kanë shpëtuar për shekuj me radhë krishterimin, dhe që në djep armiq të përjetshëm të armiqve tanë, ja kushtuan vetes derin të krishterit. Tash Zoti i madh dhe i vërtet që unë, o Vladislav, të mund t'i sjell vetë gjithë ato forca që mendoj, e që ma do zemra që t'i sjell për këtë luftë kaq të shënuar. Atëherë Europa nuk do të dërgjej më, ndoshta në gjithë atë zi, e shtypur nga murati pa shpirt. Fushat e Bazelis dhe të Vrarnës nuk do të avullonin më nga gjaku hungarez kaq i derdhur si fli për të tjerë. As çdo çip e Maqedonisë s'do të avullogonte nga gjaku e Periot. Kemi mbaruar tani më që të gjitha gjërsa, secili mendon se ka lindur vetëm për vete. Po pse unë tani ri ankohem, pa dobi dhe qajmë më kot. Me të vërtetë unë s'jam as pak i kënaqur me forcat e mia, por edhe krishterimin në dash Zoti, në lejoft që ushtrinë time ta bashkoj me tënden në këtë luftë kaq të lumtur, s'ka për të mbetur, më sa gjykoj unë i pakënaqur nga fati ynë. Unë kam ndërmend që atyre 15.000 ushtarëve, cilët pak kohë më parë e shpërndalluan Malipashën në kufi të Maqedonisë, të shtoj edhe aq të tjerë. Me këta, unë sa më parë që do të më vi përmbar, do të marr rrugën përkej ju, për të ndjekur pas flamut e ty në çdo rast. Mbeç Shëndosh, nga Kruja, më 4 gusht 1443.